Më 17 shkurt, Republika, ajo që unë e quaj Republika e Vjenës, Republika e Kosovës, sepse ne në LDK dhe populli i Kosovës nuk duhet asnjëherë me harru themelët e Republikës Kosovës janë dy kurriku. Aty është vendos baza, ata burra e gra që e kanë deklaru pavarësinë e Kosovës, kanë bërë që ne me ndërtu, me besu dhe me zhvillu, dhe 17 shkurti është pika kulminante ku ne arrim me shtendërtimin, arrim me bo Kosovën shtetë sovran, pranum ndërkombëtarisht, të integrum, heq këto krizat dhe problemet e mëdha politike që puna përcjellin kohëve të fundit, por ajo është periudha ma e vështirë, ma sfiduese natyrisht që në atë proces nuk do të më harru. Njeriu që i priti këtyre proceseve, njeriu që e shkaktoi krejt ecjen drejt popullit shqiptar, jo vetëm Kosovë, përtej kësaj, unë nda nga jeta në janarin e dhimshëm të vitit 2006, presidenti Ibrahim Rugova, por që edhe me na ditë ndarës e ti nga jeta e ka përshpejtu, ka ndiku në përshpejtimin e realizimit qëllimeve politike. Zotë Aziri, si është disponimi tek tabori i Lidhjes Demokratike të Kosovës, tani kur flasim momentalisht, kur jemi para zgjedhjeve të 28 dhjetorit, çfarë thon parashikimet tuaja, ose çfarë thon matjet, se besoj ju partitë politike funksiononi zakonisht me matje dhe me prekje të realitetit? Çdo garë hyret me fitu. LDK-ja e ka, e mban, e ruan, e kultivon shpirtin e fituesit, të angazhimit politik, por gjithmonë e kemi pranuar rezultatin, kemi qenë të parë që kemi reagu dhe jemi sjell karshi verdiktit, vullnetit qytetar me përgjegjësi. Sa më shumë kemi fitu, jemi kanë më të përgjegjshëm. Nuk e kemi leju arroganca me na përcjell në politik. Edhe në këto zgjedhje hyme me ofru programin, me ofru kandidatin për kryeministër, Lumir Avdigjikun, me ofru zgjidhjen e problemeve sistemore që në shkaktu nga kjo qeverisje aktuale. Kush do të jetë kryeministri i Republikës Kosovës, zotë Aziri? Natyrisht, Lumir Avdigjiku është kuadri më i mirë që LDK-ja ofron, beson edhe e mbështet plotësisht. Ne besojmë shumë që legitimiteti qytetar, vullneti qytetar, mbështetja qytetare ka mi dhënë mundësi politike që LDK-ja me e përballu këto vështirësi, sepse pa LDK-n as nuk bën proceset, as nuk përfundojnë proceset, nuk mbyllen proceset, as nuk shkaktojnë, as nuk mbyllen proceset. Dhe jo vetëm ky vetë që ka dëshmuar rolin tonë, po edhe të kalumen do ta